vot blanko, vot pa marrëveshje politike, vot për vetëvendosjen aktualisht nuk kemi, edhe për kandidatën e propozuar disa herë me, si themi, një sistem disa herë, ne do të vazhdojmë me votu kundër. Vetëvendosja apo propozon këtë kandidate për mos kaluar tutje? Nuk i dim qëllimet e tyre. Ne me keqardhje po i shohim situatat edhe pozicionimet politike në kuvend, edhe kemi keqardhje edhe për qytetarët e Kosovës që e shohin një fotografi të tillë, por nuk e kemi përgjegjësi dhe obligim ne aktualisht me e kriju shumicën politike. Qytetarët e Kosovës duhet me pas qartë. Përgjegjësia dhe obligimi për me kriju shumicën dhe me zhblloku situatën i bie fitusit të zgjedhjeve, e në këtë rast fitusit me 48 mandate. Kryetari ynë Lumiri e tha shumë qartë para 2 ditëve. Po t'i kishim ne 48 deputet, do t'i kishim kriju institucionet qysh moti. Me njëherë mas zgjedhjeve. Sepse kemi ura bashkëpunimi. Kurse e kundërta ka ndodhur me lëvizjen vetëvendosje. Ka rënu krejt urat e bashkëpunimit. A keni ura bashkëpunimi me partitë e tjera, pra me Bedri Hamzën, me Mevli Krasniqin, me Ramush Haradinaj? Kemi komunikim korrekt. Duket një farë vetëvendosjen në një anë që nuk e fton askënd, mirë po edhe opozita duket që s'pja bën fort dert apo konstituohet kuvendi apo jo, partitë e tjera kanë fjalën PDK, LDK dhe AK. Kemi komunikim korrekt, komunikim zyrtar, komunikim korrekt. Është një atmosferë mirë edhe në kuvendin e Kosovës, aq sa po shoh deri më tani, dhe edhe votimi bëhet në baza partijake normalisht edhe të grupeve politike. Ne nuk insistojmë që ndonjë parti politike të votojë sikurse ne, as nuk kërkojmë që neve të na si themit na drejtohet gishti për ndonjë votim caktuar. Ne jemi grup politik me 20 deputet në kuvendin e Kosovës, kemi qëndrimin ton politik dhe do të vazhdojmë me këtë qëndrim të qartë politik që e kemi. Nuk do të ndroj as këtë të diele, pra do të shkoni sa as të diele. Absolutisht, deri më tani sa kemi ne informacion, nuk ka ndrim të asnjë fakti, nuk ka asnjë lëvizje të re që me u zhblloku kjo situatë, andaj ne do të shkojmë të dielën njëjtë sikurse edhe sot. Zogaj, pra jo e keni vënë në ato 3 pikat e cilat i keni vënë pas zgjedhjeve, një prej tyre është e dyta që Lumir Abdixhiku të jetë kryeministër. Absolutisht. Por në këtë rast, nëse i vije rava Lumir Abdixhikut, a është jo kategorike ende për vetëvendosjen, a mund ta ftoj pra Lumir Abdixhiku lëvizjen vetëvendosje për një bashkëpunim? Do të jetë një situatë e re dhe e kam shumë të vështirë me dhënë përgjigje në një në një situatë hipotetike të tillë, sepse po është e vështirë me planifiku dhe me parashiku se si do të rrjedhin ngjarjet politike. Por çka kemi thënë dhe e themi në vazhdimsi është që nëse i pari dështon, e kur dështon i pari, atëherë ne do të ulemi, do të analizojmë situatën e re politike në vend dhe do të marrim qëndrimet tona konform asaj situate. E mundësit janë gjithmonë, mundësit janë.